pse duhet mbahet qelia, unë nuk e kam vetëm me gjykimin brenda kafazit që për mua është absurde, që nuk paraqet asnjë rrezik. Nuk besoj se zoti Meta do të vrapojë siç vraponte dikur duke ngjitur malet në aktivitetin e tij fizik për ta shtensionuar pak situatën. Nuk besoj se zoti Meta do ta bëjë gjë të tillë. Përkundrazi, zoti Meta ka treguar gatishmërinë, ka shkuar disa herë në SPAK gjatë periudhës së hetimeve përpara se ta arrestojë. Por unë kam pikërisht bindjen se ndaj zotit Meta dhe ndaj personazheve të caktuar regjimi ku ne jetojmë kërkon që t'i shohë të poshtëruar, kërkon që ata. Çfarë përfitimi do kishte regjimi në momentin që e poshtron presidentin Meta? Në kuptimin cili është përfitimi direkt? Përfitimi direkt është kënaqësia që ndjen një njeri vetëm në këtë vend. Edi Ramës, unë jam i bindur që poshtë Edi Ramës, asnjë prej socialistëve, asnjë prej ministrave, deputetëve të tij nuk do, e kanë shprehur madje, e shprehin edhe në NZ, që nuk do donin ta shihnin atë sken. Dhe për këtë jam i bindur. Problemi është që ai njeri ai njeri kryeministri i vendit për shkaqe nga më të ndryshme të kërkon që zotin Meta ta shohin atë gjendje. Kjo është arsyeja e vetme. Okej, flasim pak për dhe natyrshëm ti shkon, po ta shohësh me vëmendje, shkon tek fuqia ose si më thënë vendimi që merr një njeri vetëm i veshur me pushtet për të trajtuar jo vetëm, do të thënë ekstra në mënyrë ekstra ligjore rivalët e tij, armiqtë e tij, qoftë edhe ish miqt apo miqtë e tij. Një nga zhvillimet më interesante në vend është ajo që praktikisht po ndodh midis Ramës dhe Spiro Palit. Tani këtu ka një kompleksitet si situatë kjo. Spiro Pali është vajzë e zgjuar, ajo e di shumë mirë që çfarëdo akrobacie të bëj përfundimin e ka të garantuar. Si më thënë është të huajëzimi, si më thënë largimi nga institucionet, humbjen e ka në xhep në një kuptim. Kështu që, mirë po nga ana tjetër, njeriu duhet mësoj edhe të humbi me kujdes, të humbi me vëmendje, të humbi duke fituar, nëse është e mundur. Kështu që asaj ti duhet të llogarisë shumë mirë disa hapa të rëndësishëm. Kur flet, ku flet, çfarë flet edhe se si do të procedoj. Në këtë drejtim, si e sheh ti? Nëse ti bën një sond sot. Në një vend ku kemi arritur në pikën e Luigjit 14 për mbreti diell apo shteti Jamum, ligji Jamum, sigurisht që zonja Spiro Pali ka marrë guximin për ta thyer këtë lloj miti të krijuar. Ajo që mua nuk po them më kënaq, por në një farë mënyrë më vjen për shtat ta them sot është që zonja Spiro Pali po bën atë që do duhet, ai kishin bërë shumë socialistët tjerë edhe shumë herë. Dhe kanë bërë disi, e ka bërë Ditmir Bushati, bëri dikur Ben Blushi, e kanë bërë e bën sot përsëri Arben Malaj apo ish zyrtarë të tjerë, Melinda Meksi e tjerë. Problemi është që zonja Spiro Pali dhe unë kam thënë dhe kam qenë nga ata njerëz që mendoj që duhet ta bëj këtë dhe ta artikuloj këtu ku jemi duke folur ne bashkë. Ndoshta do duhet që ajo të ishte sot në vendin tim. Ndoshta do duhet që ajo të dilte një konferencë për shtyp dhe të përballej me gazetarët. Sepse guximi i saj deri në këtë pikë sot sigurisht që ka edhe frikrat e saj. Ne pam se çfarë ndodhi dhe e latën në kuptuar që zonja Spiro Pali i shkuan tatimet sapo ajo bëri atë çarçafin që i tha kryeministri para 2 ditësh në mbledhjen e grupit parlamentar. I shkuan tatimet dhe i bën reprezalje në bizneset e bashkëshortit vet. Ndërkohë që zonja Spiro Pali sot është një zë, por duhet të mbështetet. Unë e shoh që dhe këtu e marr feedbackun nga rrjetet sociale. Ka një lloj dëshire shumë madhe, ndoshta nga ata që ne kemi cilësuar si patronazhist sot, që ta shohin dhe ta mbështesin pikërisht zonjën Spiro Pali. Ka njerëz që e shprehin hapur aty. Dhe ky zë duhet mbështetur, duhet kultivuar që të reagojnë, sepse deri më sot është bërë po themi qendra e vëmendjes opozita. Ti dëshiron të thuash që është më mirë me Spiro Palin kështu sesa pa Spiro Palin fare. Jo, në këtë sistem të gjërave. Unë mendoj që sot ne nuk do të diskutojmë për hallin, unë nuk e kam problemit të halli brendshëm i Partisë Socialiste, se si drejtohet partia. Unë e kam tek një element shumë i rëndësishëm që mua më shqetëson, Partia Shtet, që na i tha raporti ose Odirit për zgjedhjet e 11 majit. Unë e kam me këtë sepse po ju jap një fakt. Para pak ditësh kam ulumtuar një dokument zyrtar nga këto shtetit tonë, domethënë të një institucioni si
shërbimi social shtetëror, që thoshte se ka në Shqipëri 181.000 individ që marrin ndihmë ekonomike. E di sa është vlera e ndihmës ekonomike për një individ, vlera mujore? Është 2.800 lekë të reja. 28.000 lekë të vjetra. 181.000 persona që janë të varur tek ky 28.000 lekëshi janë sot njerëzit të cilët në një farë mënyre të detyruar të bëhen pjesa asaj maskarade që ne e quajmë maskaradë zgjedhore. Po janë 800.000 pensionistë që lëmosha e tyre është pikërisht ai pension që sot nuk mjafton, po themi, as për abonen. I keni parë sot të shkojnë të blejnë abonen, sepse janë rritur edhe çmimet tani. Apo të marrin shërbime, apo të blejnë ushqime, sepse ka shkuar kilo domates 4.000 lekë, apo 400 lekë. Pra, janë njerëzit të cilët për një arsye apo për një tjetër janë bashkuar pa dashur ndoshta me partinë shtet, janë bërë pjesë e një sistemi që i mban të nënshtruar, të shtypur dhe i shfrytëzon çdo 2 vjet në fushata dhe në zgjedhjet elektorale. Prandaj mua kjo më shqetëson ose më intereson tek reagimi i Elisës Spiropalit, ndarja e partisë nga shteti, që shteti të funksionojë dhe partia le ta shoh fallin e vet, dhe nuk më intereson fare se çfarë bën Partia Socialiste, më intereson që shteti, për cilin unë paguaj taksa, ju paguani taksa dhe gjithë ne paguajmë taksa, të funksionojë jo në shërbim të kësaj partie.